Plisat, u bo kohë, u bo në 1 vjetë, përmisëm në dikush, që vazhdimisht e ndjeku në ekipën e vetë, si mbrana dhe jashtë. I përgëzoj plisat, po edhe intelektualt, po që të mos plisat, sepse ishin numër matë madhë për atmosferën dhe për mbështetjen që i dhanë skuadrës, gjatë 90 minuta, po jo vetëm këtë ndeshje, plisat, u bo kohë, u bo në 1 vjetë, përmisëm në dikush, që vazhdimisht e ndjeku në ekipën e vetë, si mbrana dhe jashtë. E dini ndeshje në Dugaqin, kundër Dugaqinit ishin numër shumë të madhë se isha prezent edhe vetë, në fush luishin shumë dëpt, ekipa, ishte duke humbë, e barazoj, po tifozat ishin ata që nuk e lanë Prishtinën atë ndeshje me humbë. Edhe kam thonë, tifozat, plisat ishin ata që nuk e lanë Prishtinën me humbë, sepse gjithmonë jepshin kurajo, mbështetje edhe sikur ju vind të kesh lejtarëve edhe prej atyme japën matë mire dhe i murën 3 pikë. Ndërsa te intelektual, te suksesi i dritës që tha Cuca më heret, nuk është suksesi i dritës, për mos prezenca e intelektuale në për fush, në për stadione, për tribuna, nuk është suksesi, nuk ka të bëj me sukses. Ka të bëj me ato që i përmeni Cuca edhe që ka ndodhë, duhet, këmë thonë edhe në emisionet tjera, që duhet gjinet një situatë ose një mesearë që tha të Culi, që bashkohen sepse futbolli luhet për tifoza. Nuk luhet vetëm për lejtarë, për neve që e shumë. Luhet për tifoza edhe intelektualet din me bo atmosferë mirë, din me përkra dritën, kështu që duhet gjine një mes, sepse po na mungojnë me të drejta i numri madh i intelektualve që qemi mësumi po. Padyshim. Ndërkohë të premten prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar për televizionin Dugaqini pra se ka nisur hetimet për përballjen ndërmjet ndeshjes Llapi Drita në kuadër të Superligës së Kosovës në futboll. Teksa shohim edhe përgjigjen e prokurorisë, foto numër 2. Përshëndetje të nderuar, lidhur me kërkesën tuaj, ju njoftojmë se Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore në Prishtinë kanë pranuar informata në lidhje me këtë rast. Ju informojmë se prokurori i shtetit në koordinim me Policinë e Kosovës do të ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Kështu pra ka deklaruar Prokuroria e Kosovës për radio televizionin Dugaqini. Leci? Asonte me letën e pas ke kop keq, s'është dreca. Faleminderit, Fjedi. Unë nuk e di se qa hetën prokuroria në këtë ndeshje. Për zote, nuk e di se ku mundet me u bazu. So, ndeshje ka dëpt, si ajo, në që se ka një fakt tjetër edhe i mon për vete në regull, po nuk e di se ku bazohet, në qarë fakte. Mirë mbetet e shijet, Leci. Në qanë tolerim, në mos form, në futin e lejtarëve tri, nuk. Ndeshja të cila u zhvillua në kuadër të Xhiros 21, ku pati edhe reagime të shumta pra. Reagime kishte edhe dje dhe sot.